Përshëndetje nga kuzhina Neri. Sot kam vendosur me përgatit patatën tepsi me misht pulës. Kur nuk keni ide çka me përgatit bashkë, ju kënaqem. Krejt çka na nevojiten janë 1 kg patate, e kom pastru me pari, kom qeru, i kom pastru prap, 2 qep, 1 lugë të gjellës me veget, gjys lugë të çajit me biber të zi, vaj, mishin e pulës, e kom zi pra me ujë, pak veget edhe derisa u zi e kom nal, 200 gram me shlak zane ose ajk, edhe 1 lugë të gjellës me biber të kuq. Bismillah, fillojna me njëherë me përgatitjen. Morëm spori 1 tigan, ku hedhim vaj, e lojna vajin që të nxehet mirë. Vaj është nxehur, morëm qep, edhe i kaverditim, pas edhe patatët, qepin tigan. Kaverditim mirë qep me patatët. I të mirë kaverdit edhe patatët mirë me qep të bashkë. Tash morëm një tepsi dhe i qepim patatët. Pasi që i kem qitë patatët, morëm 200 gram pra nga kjo shlak zane ose ajk. Qesim. Furën e kemi qunë 230 gradë në nxeh. Marrim vegetën, biberin e zi, biberin kuq, përzina. Morëm edhe 1-2 lugë të mdhaja nga lëngu i pulës. Këtë lëngun e pulës e përgatitëm andej supë që të knaq plot vitamina bashkë për kohët e ftoftë. Përzina. Tash morëm mishin e pulës që e kemi zi me parë edhe renditim për një patate. Për mi i lyna veç me këtë lëngun oma që përshifni, edhe me njëherë fusim tepsin pra në furën e nxehur në temperaturë 230 gradë. Edhe tepsin e kemi hek prej furrës në temperaturë 230 gradë për 30 minuta pra e kom lanë. Mish është rresh shumë mirë, patatët e langshme që të kënaqin për kohrat e ftofta, sidomos edhe ja vlen ti provoni. Juve përshëndas përzemërsisht, i falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Faleminderit për përkrahjen që më bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina Neri. Të them miru pofshim.